Brother Radio. Zonja dhe zotrin, Big Brother Radio në Top Albania Radio sonte prezanton Viselo! Po kaq shumë e ke ngrit zërin, kaq shumë ke bërtit, kaq shumë je kthyer në personazh dhe kaq shumë i lezetshëm ke qenë, sa tash duhet ta prezantojmë çik kështu. Shiko, se i njëjti prezantimi ishte edhe dje në darkë, kur banori që sot lë përfundimisht zgarën, duke hequr dorë nga çmimi i madh është Viselo! Të erdhi keq se hoqe dorë nga çmimi i madh, të erdhi keq se mendoj se do rije më gjatë, apo të erdhi keq se doje të bëj edhe të tjera, po ishte kohë e shkurtër edhe ndoshta rrethana ata ndryshuan pak rrugtimin. Ja, shiko, unë mendoj që duhet të riorganizuar pyetja dhe duhet bërë të erdhi keq. Jo, pyetja duhet të ishte atë erdhi keq. Jo, nuk ta bëj atë erdhi keq sepse e the edhe në studio e the edhe ke Shqipëria Live dhe nuk dua të jem përsëritse, kështu që. Patjetër, atëherë kështu që s'ka ardhur keq, e di. Patjetër, keq mund të ketë ardhur ndoshta për disa reagime të tepruara që mund të ishin evituar nga ana ime, mund ta kisha bazuar lojën ndoshta patjetër në atë ta quajmë agresivitetin komik që unë kisha hera herës, por që aty është një presion i vazhdueshëm në një trysni e vazhdueshme duke u gjendur përballë një izolimi, përballë njerëzve me botkuptime të ndryshme dhe patjetër që hera herës kemi dalë gjithë nga vetja. Tani ti e di që Big Brother i kështu është, formula kjo është, avantazhi yt ishte që i kishe parë prej gati një muaj e gjys? Jo, nuk e kisha parë fare. Si kisha parë fare? Kisha parë vetëm disa prime, nuk mund të them as të gjitha, as shumicën, as pakicën. Vetëm disa edhe... Po pra, këtë po themi, iden e kishe me këdo konfortohesh, me këdo flisje, me këdo debatoje, me këdo ndërtoje personazhin tënd. Iden karakteriale për gjithë secilin e kisha disi, por çfarë nuk kisha unë ishte këto bashkimet, nuk ja kisha iden me kë rrin te kush dhe pse rrinin. Tani i kuptove. Patjetër që i kuptova, i analizova. Nisim nga fillimi. Ndërhyra, i zbulova. Si u ndjeve kur të erdhi ftesa për Big Brother? Me thënë drejtën, unë kam pasur një bashkëbisedim për tyre që në fillim nuk u bë, u la më njanë, unë vazhdo me planet e mia tjetës, Bigu vazhdoj, u formua, dolën personazhet në mbi tavolinë, nisëm të kuptonim kush ishin protagonistët për këtë vit. Dhe në muajin e dytë mua më rivjen sërish oferta për tyr. Unë kisha një bilet të prerë pakthim për në pakthim për në Amerikën Latine. Kisha marrë një ofertë tjetër për të tentuar diçka në muzikën reggaeton nga një studio andej. Do qëndroja diku te 3 muaj duke u marrë me këtë gjë derisa të zgjidhnim disa projekte të duhura për mua ose derisa të vendosnim a do kishte një bashkëpunim apo jo. Por që unë siç e provova dhe në Qipër që e kam shprehur që qëndrova një vit atje, isha i hapur drejt kësaj gjëje që nëse më pëlqen gjëja gjatë këtyre 3 muajve mund edhe të qëndroj. Prandaj bileta ishte pakthim, biletë të cilën mu deshta anulloja. Duke atë ofertë. Për të pranuar ofertën për të hyrë në shtëpinë më të famshme në planet. Dhe nuk je penduar për këtë vendim. Për të penduar nuk i jam penduar, edhe pse nuk jam penduar patjetër që jo, sepse ishte një eksperiencë shumë e bukur, një organizim do thoja i madhërishëm, domethënë me një super staff, me një përkujdesje për çdo banor aty brenda, kështu që për këtë vlen domethënë kjo vlen për të përmendur dhe vlen për të duar trokitur, pse jo. Çfarë Opa, Viserlia, ne kemi në sfond. Opa, jasha, ç'po këndoje more? Se do të kanë akuzuar sikur s'ke kënduar, por un kam patu knue tu kërcy. Jo, këto ishin kur un doja t'i bëja bluff ose me nerva disa aty që flisin gjëra nonsens hera herës që më kundërviheshin për raporte të ndryshme që un mund të kisha me banor të tjerë aty edhe nuk çonin kurrë deri në fund një shpjegim për raporte të prishura që un mund të kem pasur me disa persona aty brenda. Dhe normalisht do i bëja diçka, këtu me shumë siguri kam qenë duke kënduar refrenin e Ronelës, grupi shumë i fortë, aventura, jo s'po marino plak. Viserlo,
Tu tha dhe dje, hyre si uragan, tha arbri dhe dole si shi vere. Je dakord ti me këtë shprehje si ta erdhi kur e dëgjove? Më erdhi sikur është që çdo njeri ka opinionin e tij, çdo njeri ka këmbvështrimin e tij. Pa përkon me atë që ndjen edhe mendon ti. Jo, unë arbrit i ktheva dhe një përgjigje, i shpjegova faktin që për çdo person është e vështirë për të hyrë në muajin e dytë të garës dhe për të rezistuar një muaj tjetër disa javë larg finales. Gjë që unë e bëra me sukses, domethënë unë hyra në muajin e dytë, bëra që gjithë banorët të vinin drejt meje, bëra që gjithë banorët të flisnin për mua dhe pastaj thjesht prisja sulme nga ta. Nuk është Big Brother i yt ka qenë i suksesshëm, po thua. Për mua po. Për mua ka qenë i suksesshëm përpos faktit që dalim aty tek përgjigja për pyetjen që më bëre paraprakisht, që po thoja nëse ka një pishman të vetëm është fakti që do kisha dashur që Big Brotheri im të kishte qenë nga dita 1 dhe gjërat do kishin shkuar ndryshe. Ne do shkojmë në publicitet dhe do flasim gjëra gjatë se kemi kohë deri në orën 9. Publicitet. Patjetër, edhe unë jam ndjer shumë i mirëpritur nga Top Albania Radio gjithmonë që në herët e para që unë nisa të bëj muzikë shqip, se normalisht unë me këto idetë e mia për të ndryshuar botën, fillim e kam nisur do bëj këngë anglisht, do sundoj tregun e huaj dhe çfarë ç'ndodhi. Po me majëri e ke gjithë ato vite dhe mundësi para. Pse jo, më Serlo? Patjetër. Dgjoj, ma kapi çik refrenin e kësaj gëzuar. Do përpiqem edhe pse akoma nuk ka ikur gjirja. Pa gjump, i lodhur, pa telefon, i stresuar, ende ju i relaksuar, po e di unë që e ka i bukur. Ule bazën? Ule bazën usta? Gëzuar, për aq herë sa më humbe gëzuar, për aq herë sa më munde gëzuar, kushtat që i hodhe për ura, sa do herë kemi dështuar. Gëzuar në Big Brother Radio Serlo. Çfarë të gëzon më shumë? Kur e shikoj veten mirë, edhe kur personat e zemrës janë mirë, familjarët janë mirë, shoqëria është mirë, edhe kur patjetër kur kemi lek. A jeti mirë tani dhe ai ke njerëzit mirë vërdall? Flem për të përmendur që akoma s'kam takuar mamin, se kam pritur zonjën Dea Vjeri deri në këto orë të vona për të marrë çelësin e shtëpisë. Pas pak me ne. Domethënë Dea ishte në Barcelonë, kishte telefonin tënd që e mbante, duhet vinte Dea nga Barcelonë. Unë mbrëm kam fjetur në çadër pas eliminimit. Sepse Dea dhe shumë të tjerë nuk e prisnin që ti do dilje Dea. Patjetër, nuk pritesh me sa po shikoj, ka komente të shumta, ka dashamirës që nuk e prisnin, me sa duket i ka pëlqyer ajo loja ime e fortë aty brenda, po gjithsesi shumica është ajo që vendos kur vjen momenti për vota. Shumica e publikut. Cilat kanë qenë sipas teje momentet, pikat më kyçe, më kulminante, më këto të forta që thua ti që njerëzit kanë pëlqyer? Unë mendoj ndoshta që fakti që isha transparente dhe thoja ndoshta në një mënyrë tjetër në mendime që nuk është se isha i pari që i mendoja, ndoshta isha i pari që ju a thoja plak në fytyrë, gjë tjetër. Por në bazë të çfarë kam parë që nga dje, kam parë komente të shumta që ndajnë njëjtin opinion me mua në lidhje me lojtar banor aty brenda, në lidhje me situata që banor aty brenda kanë krijuar. A mendon Serlo që disa komente ose disa ofeza, disa realisht ofendime të tuat, për shembull unë mbaj mend një bisedë tënde me Olën që ka qenë një gjuhë e përdorur, ka patur një ofendim goxha të rënd. Ti i the Olës që ti gjëja që di të bësh më mirë është ti marrësh burrin të tjerëve. Kjo për shembull është një gjë që publiku thotë, po ky djalë tani sikur i dhaj shiksi shumë gojës, ofendoi një vajzë.
Kjo nuk është ofensive nëse merr në bazë të situatave. Atëherë ne aty si banor kishim këtë situatën përballë që vjen Jozi, Lori që brenda asaj shtëpi është martuar me Jozin, ka qenë në çdo cep në lot, publiku e ka parë dhe Jozin kur ka folur mirë për Lorin në për intervista, këngën ja dedikoi Lorit dhe vjen një Ola që shef ëndra me burrin e Deri atëherë nuk është se për më tepër që deri në këtë moment nuk është se ishin vendosur tek mos reagimet që nuk duhet të reagonin se ka qenë intervista ime me Jozin aty ku Jozi thotë që po e kam gjana të vajzën. Prandaj në atë moment nuk ishte prezantuar kjo gjë dhe ti nuk e dije që Jozi hyri në shtëpi dhe tha nuk dua të ri me ty. Unë hyra nga jashtë. Dhe unë e dija shumë mirë ç'ndodhte, unë këngën e Jozit e kisha dëgjuar nga jashtë. Po Jozi kur hyri tha që nuk dua të vazhdoj me historia jon. Pra ishte si më thën i lirë, nuk është se ishte me Loredanën. Po, në momentin që ne jetojmë në të njëjtën shtëpi, dhe ajo vajza qanë cepave për këtë djalin, dhe ky djali i shpreh Valbonës që shiko, unë e dua Lorin. Mendoj që nuk e bër gabim që e shprehur ashtu. Tani, Ola e ka aprovuar, ka thënë që shiko se po unë këtë bëj. Pastaj, unë nuk po them që kjo gjë që thash unë ka qenë e vërtetë, unë po them që çdo gjë aty ne duhet edhe për hir të lojës. Ne bënim hidhe prit. Ne çdo gjë aty e kemi bërë hidhe prit. Ka qenë lojë të pisë të ti, prit ta shikojmë deri sa pis mund të shkojnë me lojën time, më kupton? Pastaj, nëse marrim në fjalët që janë thënë dhe unë nga Ola ka marr fjalë të tipit ti duhesh prer, për mos e thënë në fjalë të tjera. Po kjo si merret në publik, po këtë si e merr ti? Kur vi Ola, atë e mendon publiku e voton edhe më vjen keq. Kur vi Ola këtu përpara të vërtetës do flas. Ose për shembull Viserlo kanë qenë disa momente kur protagonista e asaj shtëpie, për shembull jo më larg se dje, në dhomën e Grimit, ishte Rozana dhe Egli që ballafaqoheshin me njëra, flisnin, debatonin me njëra tjetrën me tone shumë të ashpra dhe ti u gjendesh aty në mes. Për t'i ndarë apo jo, po ndoshta është kuptuar edhe si një sens protagonizmi në një moment shumë kulminant. Unë protagonizmin e mora që minutin 0, dita 1, e 65 për ata. Nuk kisha nevojë. Unë hyra për t'i thënë, shkoni debatoni jashtë sepse po i çani veshët këtyre të Grimit. Më kupton për njerëzillëk më shumë. Po mirë. Sepse sado situata mund t'i skenohen aty brenda, njeriu ka momente që ka pak humanitet edhe thotë njerëzit vinë nga jashtë kam përshtypjen se këto urdhra dhe këto i thot vllai i madh. Pra nëse vllai i madh nuk po i ndalonte kujdes mikrofonin apo kujt diun. Moj patjetër, po mua më lindi nga dëshira ime dhe isha shumë happy atë ditë për t'u marrë me ta. Dhe nëse fola diçka ishte ndauni dhe dilni dhe vazhdojeni. Dhe më pas vllai i madh ja ka thënë dhe këta vazhduan debatin jashtë derës. Krijove shoqëria aty? Me Danjën duke sikur ishte një marrëdhënie e mirë, e shëndetshme, pavarësisht se patën dhe disa luhatje rrugës. Shiko, unë Danjën jam përpjekur shumë herë ta qas në lojë, por Danja me kokforcinë e saj hera herës, jo se Danja nuk ishte një lojë të vetën, por kishte një lojë në prapakuint dhe personazhet që dilnin lartë si protagonistë të ngjarjeve ishin banorët e Pallatit Blu, të Kolltukut Blu. Godina Blu. Prandaj dhe unë përpiqesha që hera herës ta nxirrja Danjën nga vetja, që Danja të kishte atë energjinë e sulmit apo diçka më shumë. Dhe në fillime më ka thënë këtë frazën që ti bën atë që bën dhe këta dalin nga vetja, por unë atë që bën ti nuk e bëj dot. Kemi pasur një bisedë aty tek dhoma e dytë e rrëfimit. Po, ndërkohë i kishit thënë dhe njëri tjetër të kam xhan edhe unë të kam xhan, flisnit për orë të tëra. Dhe dashuria vazhdon të jetë dhe unë mendoj që Danja e ka potencialin aty brenda për të qenë fituese, sepse jo. Po ti thela erti? Jo, e ka potencialin dhe kush mendoj që do ta fitoj është gjë tjetër.
unë po them Danja e ka potencialin për ta fituar këtë lojë nervash, sepse hera herës të hedh poshtë çdo hipotezë apo çdo debat që ti do të ngresh tek ajo duke të qeshur apo duke të ignoruar gjë që kërkon. Pra ti thua Danja ka guxim dhe potencialin forcësi. për të fituar, por këtë lojë e fiton Laerti. Po, mund t'ja japin dhe gjestit, publiku që voton mund t'ja jap dhe gjestit patjetër, por ideja është që duhet parë edhe kjo kush po jep diçka më me vlerë, do me publiku mendojnë duhet shikoj kush po jep dhe diçka më me vlerë për formatin dhe jo të shikoj më shumë kush ka një fanbase më gjerë, më kupton? Qartë. Sepse në fund ditës fanbase-in e kemi individual gjithsecili. Ne shkojmë në një garë, konkurrojmë përballë njëri tjetrit si lojtar edhe por gjithsesi në momentin që për shembull Elona mund të ketë 1 milion ndjekës, ata ndjekës do votojnë për Elonën. Fund ditës dhe janë më shumë vota për Elonën se sa për Viserlon që mund të ketë 30.000 ndjekës. Edhe jemi në shifra, si ka ecur Instagrami jote? E di që ke pak orë që ke marrë telefonin në duar? Jemi në shifra, unë Instagramin tim unë ta kem lënë me diku te 24.000 ndjekës dhe jemi aktualisht në 39.007. Bravo Viserlo. Një muaj për kaq pak nuk janë. Aq sa unë mendoja aty brenda se unë mendoja se kisha bërë kërdin këtu jashtë. E di çfarë do të them pastaj çfarë do të paktën nga eksperienca e shumë të intervistuarve që sapo kanë lënë shtëpinë dhe janë mirëpritur në këtë studio. Po shkojmë në publicitet dhe e vazhdojmë bisedën pas pak. Momenti për të falenderuar mbështetësit tanë në këtë program është Nimano Arkitektur, të cilën e gjeni në numrin e telefonit 069 20 40 201 ose nimano.al, është arkitekti që ju vjen menjëherë në ndihmë për të ribër zyrën tuaj apo arreduar shtëpinë tuaj. Nimano Arkitektur. Nga ana tjetër, edhe Max Optika që gjendet kudo në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, ka dyqane në qytetin ku ju jetoni ose mund të bëni dhe porosi online. Sigurisht koleksionet e fundit Spring Summer 2025 kanë mbritur në Max Optika dhe gjeni ofertat më të mira vetëm në Max Optika. Viserlo po lexonte mesazhet e shumta dhe pjesa më e madhe i thonë sa keq dole. Ama se e doni njerëzit të energjinë tënde. Ua, patjetër çfarë thua ti? Kush më mbajti mua në gjithë ato nominimet të forta? Sa ditë më ditë ndenja aty brenda? Si sa ditë më ditë? Sa ditë shkoi qëndrimi yt? 30. I ke numëruar kështu 30 nga 1. I numëronim për ditë bashkarisht. E mendoja më gjatë qëndrimin tregon të vërtetën. Mendoja që do shkoje deri afër finales. Shiko, unë kishte herë që shikoja veten të paktën finalist, por kishte edhe herë që isha konshient që kisha hyrë në mes jo në mes, por gati në përfundim të lojës, edhe ku ishin ndërtuar aleanca që deri diku mund të ishin dhe të pathyeshme midis disa prej banorëve aty brenda. Sado unë mund t'i trazoja dhe e kam bërë, i kam trazuar disi, por prapë se prapë ishte pak. Shumë i kam pyetur në këtë studio si e shohin, pse e duan kaq shumë hyrjen në Big Brother. Disa e kanë parë si trampolin për të arritur diçka, disa për t'u afirmuar, për t'u konfirmuar, për t'u bërë edhe më të famshëm, për gjetur një vend pune apo të tjera arsye. Ti pse e doje kaq shumë Big Brother, Viserlo? Me thënë të drejtën, nuk është se kam çuar ndonjëherë në përmend si diçka madhore apo si ndonjë objektiv gjigant që unë do doja të kisha në jetë, patjetër e doja si eksperiencë, nuk kisha menduar kur, si dhe pse e doja, por e doja si eksperiencë, pavarësisht se nuk kisha vërsulur për të qenë pjesë. Por rastësisht apo ku diun qëllimisht apo ndodhi të jem pjesë, patjetër falenderues pafund, një eksperiencë e papërsëritshme. Dhe synimi ndoshta që unë mund të kisha, ndoshta do që për faktin që
Doja ti tregoja njerëzve, shikuesve apo edhe vetë banorëve aftësitë e mia në komunikim, në batuta, në ndoshta strategji, edhe pse nuk pata kohën e mjaftueshme për të bërë një gjë madhore, por impakti që me sa po shoh pas kam pasur të paktën justifikon hyrjen dhe qëndrimin tim aty brenda. Tashmë edhe një personazh i super diskutuar, një personazh pritet portokallia të dielën në darkë për të parë imitimin e unë realisht më vjen keq që Eugene Plovishti do mbetet pa punë. Jo, more nuk besoj, është aq i talentuar ai sa. Jo, për personazhin tim flas, duke qenë që unë dola dhe s'do ketë më material brenda në shtëpinë e Big Brother për t'u imituar, por që rrjetet sociale të hapura i kemi. Po ti duhet bësh një bashkëpunim me Eugene. Unë nuk e di, domethënë është edhe ritransmetim sa herë kam parë, doja sot ta kisha ose në telefon ose në studio, po pashke Shqipëria Live, ta morëm ekskluzivitetin, tutem shumë. Surprizë, veç kur të erdhi Eugene kështu. Patjetër, siç më erdhi dhe brenda në shtëpinë e Big Brother, që s'më lara. Kur një personazh në Big Brother, kur një banor i Big Brother më sakt, kthehet, shndrohet kështu në një personazh kaq popullor edhe për hir të portokallistit ndjeshti. Se e di çfarë, shumë njerëz që kam takuar dhe intervistuar kanë dhe probleme, se nuk duan të më imitojnë, nuk më pëlqejnë imitimi, edhe mund t'i them edhe personazhe jashtë Big Brother, ka njerëz që nuk duan të imitohen. Për mua faktikisht ishte një si të them, një gëzim më vete të shikoja dikë që në një mënyrë apo tjetrën, të shikoja dikë brenda aty në shtëpi që në një mënyrë apo tjetrën mbështeste po bëja unë, se duke qenë që në të shumtat e rasteve kam pasur pothuajse gjithë shtëpinë kundër, pse bën këtë, mos e thuaj atë, e pse kështu, e pse ajo, e pse kjo, për vetmin fakt që po janë nxirrja hapur gjitha strategjitë dhe lojrat që po bënin aty brenda, dhe në moment që kam parë Eugenin, e kam parë tek ura, e shpjegova sot edhe tek Shqipëria Live, e kam parë tek ai xhami i urës pishinës që kishim aty dhe kam thënë, po unë ç'bëj ulur atje, domethënë, ke parasysh kur zgjohesh dhe nuk e di çfarë dite është dhe sa është ora. Po, jam trembur pak me thënë të drejtën, jam zgjuar dhe kam hapur syt katërsh, por pastaj doja të qeshja Eugene mban këtu një tatuazh, po nuk e di, keti një tatuazh të madh? Unë kam një krokodil këtu. Ku e ke më? Jo, ideja e mban këtu në, jo, s'është. Po ai, shiko, ky është krokodil, po ai normalisht, duke qenë që imitimin po e bënte imitimi vlen kur egzagerohet pak edhe. Të egzageruar normalisht do bënte një pinguin këtu, më kupton, apo një hardhuc. Ose një vezë. Tani mos bëj sikur veza të vrau shumë shpirtërisht, mendërisht, fizikisht. Kam qenë 3 ditë me dhimbje hunde dhe me hundë të nxirr dhe me dhimbje koke, s'do kisha bërtitur aq shumë në Prime. Për atë vezë, mua më zgoditur një shpull në fytyrë, por gjithsesi pastaj u kthye në tonë fani, e mora dhe unë të tillë edhe vazhduam të tillë. Sa video kanë qarkulluar më Viserlo me maturant që matura ime kështu ka qenë dita e fundit e gjimnazit me vezë me njëri tjetrin edhe. Po shikoj, dikush ishte problemi i vezës që të gjithë banorët aty brenda kishin një harmoni të pashkruar me gjestin dhe për çdo batut apo çdo gjë që do bënte gjesti në kuadër të lojës së vetë ngacmimeve që ishte fani, patjetër është fani, këta qeshnin gjithmonë edhe kur ka ndodhur gjë me vezën, këta gjithë kanë qeshur. Dhe mua më shumë se sa më vrau shpulla, më vrau reagimi tyre. Për çmimi, si më thënë, për qeshja. Më vrau reagimi tyre dhe patjetër që ishte një plus më shumë për të reaguar siç reagova. Po edhe shpulla më ka dhënë. Thonë që gjesti ato ditë duke mos patur reglin e ka patur si edhe ai si highlightin, si strategjinë e vet që nuk është se këto ditë po bëjnë ndonjë gjë këtej andej, regli si ishte vërdall, historia e tyre ishte lënë. Edhe duket sikur kjo që bëri me ty sikur dhe ai u përfshiu rikthye në lojë. Ja, po.
diçka. Nuk di ç'të them me thënë drejtën, sepse nuk e kam quajtur dhe s'do ta quaj kur loja të gjën, se ishte përtej batutave apo çdo gjë tjetër, ishte diçka që prekte fizikën, gjë që unë s'e kam bërë në shtëpi në asnjë moment, ta kisha bërë patjetër që do e konstatoj. Ose ndoshta nga që unë kështu e kam. Mua edhe po më mori dikush një bluzë, unë shmontohem, sepse kam shumë personale këtë gjën time. Ama natën e parë që hyre more diçka në pjatën e Rozit? Jo, nuk kam marrë asgjë në pjatën e Rozit. I ofrova një sanduiç, po mirë, ajo ta bëj dhe këngë jashtë kur të dalë. E bëjmë bashkëpunim, unë kam shumë dashuri për motrën e Rozit Andetën. Me Rozin jam takuar shumë pak nga jashtë dhe ka qenë, domethënë, kanë qenë takimet për zemërta gjithmonë. Unë mora një sanduiç dhe doja t'ja jepja Rozit. Futë duart në pjata? Sepse ma kërkoj ta bëja dhe ja bëra. Publicitet, Viserlo, publicitet! Komenton ti Viserlo, është dhe pyetja edhur para pak orës në faqen e Top Albania Radios për balljen e mbrëmshme Gjesti Egli. E komentoj si diçka të përsëritur, si diçka që ajo ishte për herë të parë një përballje mes tyre të dyve, apo thua bisedat edhe më the tash ishin të dëgjuara. Po tani ne që ideali nuk ka ndjenja për këtë vajzën e kemi kuptuar se na e ka thënë vetë ideali. Si neve si publikut, si gjithve. Që kjo vajza ka ndjenja për këtë edhe kaloi në një gjendje të rënduar që u detyrua dhe të largohej nga shtëpia dhe kjo është e ditur. Tani të gjejmë kush e bëri qumshtin djath nga qumshti murrës që na erdhi në shtëpi si sfidë, nuk më duket jo realisht në optikën time, patjetër më duket si diçka e përsëritur. I kam thënë edhe Eglit që shiko më shumë veten, madje që ditën e parë që kam hyrë i kam thënë trego egoiste, shiko veten, je një vajzë e zgjuar, je një vajzë. Dhe mendoj që rikthimi i Eglit pas si iku është nuk për mendimin tim nuk është se ka ndonjë kuptim. Dhe ishte më mirë mos rikthehesh. Dhe ishte më mirë të kishe dalë me kokën lart, ajo vajza e dashuruar që bëri çdo gjë për dashurinë. Dhe do e kishte kokën më lartë se sa të riktheheshe për të pastruar këtë imazhin, për të qenë stoike dhe fort kundrejt një personi që do. Cili del të shtunën midis Danjës, Eglit, Gjestit, Laerti Valbona, Ola dhe Rozana? Apo s'është aq e vështirë? Po, Ola do dali, kishte për dalë këtë javë, kishte për dalë që javën që hyri, mendoj unë. Viserlo sot është shoqëruar me Dea Vjerin që na ka marrë malli, ta kemi në radio edhe këtu vërdall, thashë ka qenë në një udhëtim, i kish marrë dhe telefonin Viserlos me zi. Telefonin e çelësat e shtëpisë, çfarë rapet. Ku fjetet ti mbrëm? Kam fjetur në çadër, ose bëshaka, jo. Kam fjetur tek shtëpia e Ana Tahirit, një nga shoqet e mia të ngushta gjithashtu. Eja, Dea, moj Dea, moj. Ua? Si e doftesën kjo? Dea doftesën me trëndafila. Me trëndafila. Trëndafila ti ka lënë Barcelonë. Eja, Dea Vjeri, mirë se na erdhe. Aty ku ke prezantuar emisionin tënd. Na tregon më zore mallin. Më trego me pak fjalë për shokun tënd, Viserlo, si e ke parë ti, unë di që i ke menaxhuar. Një herë me zore presë të çmallë. Me zore presë të çmallë. Flisi. Sa erdhëm një herë direkt. Miq të dashur mes Dea Vjerit dhe Viserlos koha juaj. E dëgjova Elona sepse un kam qenë vetë banore. Në shtëpinë e Big Brother ndodhin jashtëzakonisht shumë gjëra që ti ndonjëherë si publik nuk arrin të kuptosh. Edhe un mezi po pres domethënë që të marr vesh ca gjëra që ndoshta asnjë nuk është se i keni vënë re. Sepse ndryshe ti shohësh dhe ti përjetosh nga brenda dhe ndryshe kur ishem ka një kamerë. Dakor, jam shumë dakord edhe po ne që duam të dim çfarë mendimi ke ti për Viserlon nga ato që përveç gjërave pozitive edhe Viserlo ka qenë ato të tjera, Viserlo që ka luajtur në mënyrë agresive, ka luajtur në mënyrë agresive dhe këtë gjë e di dha i vet. Po që i duhej, sepse për ndryshe se ka shumë ditën e qartë. Hyrje zakonisht shumë vonë, po të ishte marr me të mira me ata njerëz aty nuk do kishte bërë zhurmën që bëri dhe nuk do ishte Viserlo që është. Po. Unë që para se të hynte unë thash, ti je personazh me shumë gjyra që do biesh në sy thash dhe që do bësh një skandal aty, një nuk e di se qa. Ore, ke menduar ndonjëherë se tani më erdhi? Kjo është në një lidhje në Big Brother. E ke menduar si pjesë? Po, Ola nuk më pa në ëndër. Këto që ishin aty e kishin ndonjë
ja kishin vënë syrin ndonjërit. Rizarta... Pse Rizarta simpatike? Rizarta zgjodhi Aldon. Po daj aty. Kush të mbetej më? Kush të mbetoj ty? Po pse syrin që kështu ti të bëjen çik? Unë prisja që ky ta thyente atë, çka ka mbetur ajo me Unazën. Po t'ja vija vetes s'kishte. Po jo, duhet t'ja vije, duhet ta kishe thyer, duhet ta kishe vënë ti kujt Unazën. Do e thyja unë Unazën. Nuk e di. Ajo s'më pa në ëndër një herë. Odea, po flitet aty në Big Brother që gocat sikur duan mi ti të mira janë simpatike, po çunat sikur nuk i kthehet Gjesti, nuk i kthehet Jodi. Nuk lëvizan. Do Viserlo të s'kisha me këtë... Është bërë vështirë, dite sot më është bërë shumë vështirë. Gjithë çunat jo aty brenda, si shpjegohet kjo? Vështirë çunat e sotëm, se çfarë diti? Gjithë jo, Laerti Valbonës. Jo, Laerti tentoi dhe ta puste Valbonën, po Valbonën u donte. Cilin mendon ti ideja që janë shkojnë në finale në këtë Big Brother 4? Viserlo dhe 4 të tjerë. Viserlo fatkeqësisht nuk është më, se do thosha patjetër Viserlo, dhe unë realisht e kam parë si një finalist. Mendoj se këtë finale e kap Danja patjetër. E kap Danja, e kap Laerti, Rozana dhe Gert. Pse na u bën shumë tash edhe Gjestin e mendojnë në finale. Po sa po Eglin e mendoni Eglin? Jo, Egli nuk është në finale. Për mua dhe bëri të shumë gabim që hyri prap. Unë kam mbështetur shumë me Eglin, më erdhi shumë keq me situatën që i ndodhi. Po, nëse tha që duhet të fokusoj në vete, duhet të fokusoj te vetja dhe të rinë në shtëpi dhe të merrem me veten. Jo të fokusojmë në veten, në atë mjedis që ty të ka bërë dëm, nuk mund të lulëzosh aty. Publikun për të pasur një sqarim me Gjestin, ëh, mund ta shikojmë dhe çfarë gabimi bëri Viserlo që doli jashtë? Çka gabimi bëri Viserlo që si një Big Brotheriste e vjetër. Në sytë e mi Viserlo nuk bën asnjëherë asnjë gabim, është kjo pyetje. Pyetje, për çfarë më keni ftuar këtu? Jo, Viserlo nuk ka bërë gabime në sytë e mi. Është tregu shumë agresiv, e ka tepru, po që një gjë nuk ka shkuar. A ka bërë Viserlo ndonjë gjë se ka bërë ata të tjerë aty? Çfarë nuk kanë thënë? Edhe kanë thënë dhe fjalën e fundit kanë thënë edhe ata të tjerë, kështu që të njëjtën gjë ka patur edhe ky. Është grinda vetë natyrë, grinda vetë. Unë kisha pak të shtypur gjën, sepse ato që ata kishin bërë për 2 muaj, mua më deshti bëja për 3 ditë për të hyrë brenda. Edhe duhet të hynte ashtu. Hyre storm. Unë jam habitur në momentin e parë që ka hyrë Viserlo edhe mbaroi, domethënë Big Brother, dhe duke parë pastaj se çfarë do ndodhte aty te darka. Pa u mbushur 1 minutë natën e parë që hyrë mos tash i mori të gjithë me radhë. Pastaj për të zëvendë në Instagram. Unë në faqen e Instagramit të Big Brother shikoja vetëm fytyrën e Viserlos. Nuk dilte asnjë, ishte vetëm Viserlos ziu me njërin, ziu me tjetrin, që tani mbrapa do kesh edhe më shumë nuk e di, followers, komente, njerëz që do të ndalin rrugës, intervista, tani që morën telefonin. Sot kam përshëndetur 7 njerëz të ndryshëm në rrugë dhe kam bërë thjesht një rrugë të shkurtër nga Muslimshyri në blok, në këmbë dhe 7 njerëz që më kanë përshëndetur. Kështu që e besoj këtë që thua. Faleminderit shumë që erdhe dhe do mbetemi në kontakt se do vish her pas here. Dea faleminderit edhe ti do më vish një ditë, një natë, me shumë kënaqësi. Faleminderit që na ndoqët sonte Big Brother Radio, dëgjojmë, jemi nesër natën.